ndodh. Tani, për së vërtetës, ne kujtojmë edhe ka patur edhe sulmet më përpashme si nga Izraeli drejt Iranit, ashtu edhe nga Irani në kundër përgjigje drejt Izraelit. Pra është një konflikt që hera herës ka mbajtur trajten e presioneve, dhe themi vetëm gojarisht, por ndërkohë hera herës jemi dëshmitar se si kjo trajt ka marrë edhe po themi raste të drejt për drejta sulmesh me armë, me dronë të ndryshëm e tjerë me radhë. Ishte në një farë forme e papritur për gjithë shka, sepse po flitej për një armëpushim ose për një marrëveshje të mundshme mes edhe dy palëve, pra ishte në momentet kur vim pasi presidentit Trump, sidomos presidentit Trump, i intereson jashtëmase një armëpushim i gjatë, i zgjidhjeve të konflikteve, sepse kujtojmë që edhe në gjatë fushatës tij e ka patur ndër pikat më të rëndësishme premtimin që do të mbarojë gjithë krizat globale ose epiqendrat e luftrave e tjerë me radhë, dhe në këtë prizëm do të thoja që Netanyahu ka dëmtuar në një farë forme edhe pozicionin e presidentit Trump në raport me këto premtime, por është një konflikt që dihet tashmë që ka dinamike edhe historike, por edhe vijimsinë e tij fatkeqësisht. Për çfarë po bëhet e gjithë kjo luftë? Tani, Izraeli ka motivacionin se Irani po ndërmerr hapa për zhvilluar armë më përmbajtje të rënda bërthamore, pra nëpërmjet uraniumit e tjerë, dhe për të penguar këtë gjë, edhe sipas deklaratave të vetë Netanyahut, thotë që kemi goditur dhe kemi shkatruar gjithë zonën ku po punohet për ndërtimin e armëve bërthamore dhe nuk kemi asnjë problem me popullin e Iranit, dhe kjo është, si të thush, ajo që thuhet. Cili është mesazhi që Izraeli ka dashur të japë me anë të këtij sulmi? Ju si e vlerësoni? Tani, patjetër që aty flitet që në radh parë është e kuptueshme që Izraeli mbetet një faktor i rëndësishëm përtej ekonomisë, por edhe ushtarak me një zë të madh në lindjen e mesme, edhe vetë kjo nismë ose po themi kjo përplasje tregon që Izraeli në kuadër të asaj që ai e cilëson si ruajtje të integritetit apo të moscënimit të shtetit Izraelit nga asnjë aktor që operon në lindjen e mesme, në një farë forme dëshmon që Izraeli mbetet një ndër shtetet i cili kundërpërgjigjet edhe me forcë në rast se